Qeveria Rama prezantoi të premte një projekt të ri për restaurimin dhe vënien në funksion të kullave tradicionale në 4 rajone veriore, Lezhë, Shkodër, Dibër dhe Kukës. Nisma e zhvilluar në bashkëpunim me Agjencinë Gjermane e GIZ, shpallet si një mundësi për zhvillim ekonomik, kulturor dhe turistik të zonave të veriut. Megjithatë, projekti i ngrej një sër pikpyetjesh, pasi bie ndesh me veprimet e fundit të vetë qeverisë. Pak muaj më parë, njëjta qeveri urdhëroi shëmin masive të dhjetrave bujtinave në Thet dhe Valbon, ndërtuar me fonde private dhe të kthyera në histori suksesi të turizmit malor shqiptar. Fadromët rrëzuan godinat në kulmin e sezonit turistik, duke shokuar turistët e duke zemëruar banorët lokal të cilëve ju shkatruan investimet dhe burimet e të ardhurave. Pikërisht atyre që Rama i kishte ftuar të ktheheshin në vëllindje e të ndërtonin të ardhmen aty. Tani pas shkatrimit të turizmit që funksiononte, qeveria shpalli një projekt ringjalljeje për kullat e veriut, duke e paraqitur si mbrojtje të trashëgimisë dhe nxitje të turizmit. Kontrasti është i dukshëm edhe për shumë kënd. Kjo duket një tjetër episod në vargun e projekteve të debatueshme të Ramës me kullat. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2024 ka theksuar se ndërtimet e kullave dhe pasuritë e paluajshme në Shqipëri po përdoren si mekanizëm për mashtrimin e parave të krimit organizuar, veçanërisht në Tiranë. Analistët tërësojnë këtë si një skem ku kullat shërbejnë edhe si shpërblime për oligarkët e lidhur me pushtetin. Në këtë kuadër, rijetëzimi i kullave në veri shihet jo si zhvillim turistik, por si një tjetër projekt i mbuluar me rretëri kulturore, ndërsa në thelb synon përfitim të fshehta nga zhvatja e fondeve publike, madje në të njëjtat zona ku turizmi u shkatrua nga vetë qeveria.